ishin në fakt duke bredhur shumë, duke parë shumë, shoh që kjo raca jonë nuk është e bukur me i fel, ka vajza të bukura Jemi racë e bukur. Duke nxjerrë një të majt, më thoshin je i majt. Duke nxjerrë një djathtë, më thoshin je i djathtë. Në një kohë që unë punoja me të dy, nuk të Çfarë vogël. diskutoni aty, se jam shumë kurioze, domethënë sidomos sa i përket mbas edhe zhvillimit të industrisë fotografisë, nëse mund ta themi, apo s'ka industri Shqipëria? Jo, Shqipëria s'ka industri fare, mund të ketë pak turizëm, po industri në asnjë. Dorsa konkurrencë të tillë, për shembull, me Bryla pash kur gjatë kohës që isha në Paris. U ata shova prap një agjensie të madhe fotografike, si pa pres, dhe atje ishin 70-80 fotograf që prisin një event, edhe të gjithë rrinin me i fjalë, ai që e kapte i pari, ai edhe pagueshe, ai ishte dhe i binte që të ishe të flije thënë me kambale si ushtarët,